A ke menu ndonjëherë pse festojmë të e thy ligjin? Unë jam Fisi edhe që kjo është nash. Kemi mujt me vrejt që në çdo situatë gëzimi, shqiptarët festojnë të e thy ligjin. Qoftë një lojë futbolli, dita e pavarësisë apo edhe kur kena darsma. Mos flasu mo kur kena syneti, aty për imet dikujt na i bëhet e padrejt. Ose është llajfitim kerën, ose gjujmë me allti, ose dolëm për miker, ose jina në kerr, ose dolëm të gjysh si anash kerët, ose dolëm këtë dritarën knina. Ja pas ke llajfit pak. Tash, ja këna nisë me bloku rrugën krejt. Edhe problemi është që jena shumë krenar për këtë punë. Po pse ndodh kjo? Që unë ja vallëzoj një mendim temin personal. Unë mendoj që halona kena trauma. Si Kosovë, për herë të parë pushtet tonë në dorë kena pas veç mas vitit 2000. Para kësaj, për kur gjë s'na marr vendim vet. Gjithçka u diktu për një autoritet i cili ka qenë një hujë dhe shtyps. Para vitit 2000, çdo shenjë lirie ka qenë sinonim i rebelimit. Edhe kjo ka qenë shumë normale. Në atë ku, me thyn ligjin, u kon për i me gzim edhe krenari. Kjo ka vazhduar mas vitit 2000. E pse? Për shembull, pse ka nevojë me gjumë kallash për vitin e ri që tash? Nuk ka. Pushteti është i joni, kryetori, gjykatësi, polici, e krejt të tjerat janë shqiptarë. Mirë po, na vazhdojmë me bo, se trauma kolektive na thotë që kur ki gzim dosh me u rebelu. Në mendjen tonë, rebelimi është trimni. E kujna na matrima se kur morrim zemër kur fitojna na lojë futbollit. Shtoja këto dhe arsimin që e kena super skandaloz. Kanë më na vy edhe do vjet për me fillu edhe më zhdu gëzimet e këtij lloji. Edhe sa kanë më na vy, kjo tash varet bineve. Se mo nuk e kena një armik që tu na nejt për mi krye, s'kena nevojë më tut kërkojnë. Tash është mirë, kolektivisht, on ti, po dhe gjithë të që jena, më që mi grau bëthës vetë, më mësu për ma mirë, me festu që shdohet me festu. Jo si trend, pa nderit shumë, dhe më se blokoni rrugën, mos e marrë me bloku rrugën, pse ty, ka du në gjyra e kjerët e mirë.